Përshëndetje, unë quar Naxhira Nazari. Kur ka ndodhur në datën 12, ka ndodhur keqësia, unë kam qenë në Greqi. Dhe më kanë marrë në telefon. Direkt kam telefonuar, nuk më hapte asnjë nga të afërmit, atyre që kisha lënë çelësin e shtëpisë të gjitha. Të parën telefonat që kam bërë që më ka marrë një çuni xhaxhait burrit, i kam thënë, kam pa 8500 euro brenda shtëpisë. I thash më shpëtoni, në radhë parë më shpëtoni vetëm lekë që kam brenda, thash 8500 euro. Ai më tha, nuk mundemi, tha, çdo gjë thash përfshirë, tha, nuk na le policia, nuk na le ushtria të kalojmë, tha, është e pamundur. Kisha dhe fëmijët në Greqi, i mora për pushime. Dhe vetë pa dokumenta po gjë, kisha 1 vit e gjysmë që kisha ikë me gjithë burr. I dogjëm dokumentat se këtu nuk po mundshim as me gjë, nuk shtyshim. Do të dhe hajtë punojmë, se edhe pleqëria në afrovi, jemi aty të mosha 50 vjeç. Pension s'merrmi gjë jo, fëmijët i lam në drejtim të vetam. Shtëpinë e kam pat luksoze. Po desha ta tregoj, kam bërë video se kisha shumë qef, çdo gjë e kisha marrë moderne. Kisha bërë për qefin tim, në emigrim, ktheheshim, iknim, vim të dy, burrë e grua. Si përfundim u kthyem nga zjarri. Më ka vdek nëna, kisha pa pasaport të tjeku, nuk erdha. I vdiq baba i burrit, nuk erdhëm dot. Si që pasaport tjekura. Nuk të fat keqësi erdhëm. Po se erdhëm kot. Nuk kemi një robë të veshim trup. Nuk kemi asnjë gjë. Ne kam marrë çdo gjë është përfshirë plak. Thosha, po të kisha qenë vetë beta do kisha shpëtuar, po të gjithë ata që nga parë thonë jo. Te unë sigur ka qenë e hedhur, thonë, jo nuk është e hedhur, mbase bej budallikun që flas, më falin, kushdo që e dëgjon, po më duket, siç ma thonë të gjithë, që ka ardhur flak aq furishëm në shtëpinë time, se unë shtëpinë e kisha shumë të mirë, shumë të mirë të bllokuar, kisha një kasolle, kisha një magazin super të madhe të ngarkuar, jo 10 kujtal raki, jo 2 kujtal vaj. E lëre veglat e kalamajve, se një kam mekanik, një kam elektricist, qyshte trapana e matrapike, gjitha që kishin këto që punonin, tani ka një kja shteti, se dhe ata se përballonin do të këtu. Kam patur gjërat më të shtrenjta, që i blimi i thoshte, bashorti, ti merrni gjërat mira të punës, se vegla e bën çdo gjë e bën punën. Edhe si ikën andej gjitha veglat i kanë sjell aty. Lere, ne që kemi 30 vjetë që luftojmë bamë, të 2 burrë e grua, ai andej unë këtej 5 vite kam vetë që punoj me 2 turne në Greqi. E nisë në 7 mëngjesit e lija 4 mazdite, filloj 8 darkës deri në orën 3 mëngjesit, me 2 turne. Lekë që për unë vjetë i dogjëm aty, tër pasurinë e 30 viteve, dogjëm aty, plus edhe gjoba që kemi marrë 2500 euro kemi, pa t'ikim prapë, se këtu nuk fundet me. I lutemi shtetit, i lutemi. Ku të vem? Shpi jo, gjë jo, ku do vetë? Ja tani për tani më ka dhënë çelësin komshia, ai vjen. Se dhe ai ikë dhe vjen puna jo. Ne ikmi me vimin, s'është se ishim më rimin. Ne këtë vit i thyen pasaportat, më mirë. Si jemi të dy me tension të lartë, ja dhe të veshët, di ishim gramsh për ca probleme të dokumentave kështu. E kam patur 2 orë, e kam patur në urgjencë burrin me tension 18 me 11. Pastaj e solla lartë. Vajtëm për punë tjetër, dola punë tjetër, s'mbarova dot punë. As me dokumenta, as me gjë, se vajtëm spital. Jemi të dy me tension të lartë. Ku do vejmë, ku do shkojmë? Ne këtu s'kemi asnjë gjë. Dhe në kontener si që thanë këta lanë rrugë, çfarë do bëjmë, ku është jeta jo? Ne kemi 30 vite me zi të ndërtuam. Tham hajme që akoma jemi në gjendje të punojmë, të heqim 1 lekë mjan. Mos të bëhemi barë shumë dhe fëmijëve vjen për 10 minuta, më thonë shtëpia jote është dikë për 10 minuta. Si ka mundësi, se nuk ishte kasol kashta dhe të merrte për 10 minuta. E shtëpia digjet të gjam. Si ka mundësi, kam patur shtëpinë luksoze. Kishe mall shtat brenda. Se punonim andaj. Kishe bufe, kishe llogaritë qyshte blenderit e frutave, lëre këto. Ai kanë regjistruar dëmin sakt. Ku do vem? Ku shteti ku është? Për një muaj sa shtëpi jemi ne që nuk kemi shtëpi fare, jemi vetë 5 familje që s'kemi fare shtëpi të dytë. I kishte ngrit për një muaj, ishe ngritur 5 familje, 5 shtëpi. Nuk ishe ngrit 5 shtëpi. Ato po ngrin pallatet, i ngrin për 2 ditë, ngrin një pallat 12 kaçe, 15 kaçe, nuk ngrekan 5 familje. Na gënjemi kontenjer, rrihet në dimër kontenjer. Unë kisha 100 ca metra o shtëpi, dori me 30 metra, i me mëzuri, dori, po ku? Ku do gatuaj, ku do bëj, s'kam një pirun, një lub, një pjatë. Ku do vej halli?
I lutemi shtetit, vend dorën zemër për ne, se që një fatkeqësi e madhe, nuk e dimi me anga natyra. A që vetë e bërë, nuk prap këtë nuk japim dot shpjegim, si ta themi, po është një krim makabër kaluar luftës. Se dhe gjithë ata që kanë përjetuar këtu, e ka kaluar luftën, kjo jona këtu e ka kaluar luftën. Po që ishte kryeministri do të bënte edhe një pyetje, pse nuk i siguroni shtëpitë? Ky është shemeta jonë. Ku, o zotni, ne nuk jemi siguruar për vete se nuk kemi të ardhura. Vemi punojmë të mbijetojmë, nuk kemi unë s'kam siguruar jetën time radhë parë. Mua mos o zot nesër të mbjen një smund, mua s'mi jep shteti as i kokrleku, s'kam siguruar veten time apo burrin asnjë. Nuk kam siguruar veten time se nuk më del mundësia, se me 3 muaj janë dej, 3 muaj këte ku do vete. Jo unë, po të gjithë, po të pyesësh në fshat, shumë të janë pasiguruar. Këta arrin sigurohen në moshën, që sigurohen në moshën kur afron pensioni, kush mundet? Ai që s'mundet ngelet. Nuk ka siguracione, nuk ka asnjë në fshat, nuk ka. Kush ka na një punë, na një gjesh siguruar për në anë e punës, ndërsa ne që jemi të pa punë, nuk na ka ndihmuar shteti as për një gjë, nuk kemi. S'kemi parë neve ndihmë na shteti as për një gjë, nuk kemi. Faleminderit. Vetëm krakim. Faleminderit dhe juve.